Ekziston një teori konspirative, e cila thot se njerëz të famshëm të botës së showbizit botërore nuk janë vërtet njerëz, por disa prej tyre janë të klonuar drejt për drejt të prodhuar në laboratore, e disa të tjerë, pasi bëhen të padëgjueshëm për industrinë, eliminohen, dhe në vend të tyre paraqitet kloni i tyre, i cili është i dëgjueshëm. Dhe në botën e hip-hopit janë përmendur vazhdimisht në këto teori, nga Zac Efron te Kanye West, nga Gucci Mane te Chris Brown. Le të shohim se çfarë thon këto pretendime dhe pse ato kanë bërë kaq shumë zhurmë për vite me radhë. Rreth 14 vjet më parë, një kanal lajmesh publikoi një video që fliste për një laborator të supozuar që klononte yjet e Disneyt. Një nga rastet që u përmend ishte ai i Zac Efron. Sipas videos, mjeku që kishte mbikëqyrur procesin pranoi se kishte bërë një gabim në klonin e parë. Ai tha se lëkura e Zac Efron do të fillonte së shpejti të shkrihej dhe se do t'i duhej operacion për ta rregulluar. Çuditërisht, disa vjet më vonë, Zac Efron u shfaq në media pas një operacioni plastik kontrovers në fytyrë.